Izet Sheshiri, Faton Vrajulli, Kadri Sheshiri, Kadri Ibrahimi dhe Femi Bytyqi. Të gjithë të larsekurit janë fajtorë. Vetëm se brenda nuk ka qenë lishi i fundit, por ka qenë do të pak e dimet e dojtë. Në emër të popullit, trupi gjykues një zëri merr dhe shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Izet Sheshiri, Faton Vrajulli, Kadri Sheshiri, Kadri Ibrahimi dhe Femi Bytyqi, me dhënat si në procedurë të shurtimit gjyqësor. Të gjithë të larsekurit janë fajtorë. Për veprën penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, kjo sa i përket të akuzuarit Izet Sheshiri dhe Faton Vrajulli. Ndërsa, nga paragrafi 1 i potnjëjtit nën për Kadri Sheshirin, Kadri Ibrahimin dhe Femi Bytyqin në lidhje me veprat penale të narkotikëve. I akuzuar Izet Sheshiri është fajtor edhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Të akuzuarin Izet Sheshiri e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 20 viteve dhe 60.000 euro gjob për veprën penale të parë, ndërsa për veprën e dytë penale 3.000 euro gjob. Gjithsej 63.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e paraburgimit. Të akuzuarin Faton Vrajulli e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 20 viteve dhe 30.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar nën masën e paraburgimit. Të akuzuarin Kadri Sheshiri e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 15 viteve dhe 5.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar nën masën e arrestit shtëpiak dhe të paraburgimit. Të akuzuarin Kadri Ibrahimi e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 10 viteve dhe 5.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar nën masën e arrestit shtëpiak dhe të paraburgimit. Të akuzuarin Femi Bytyqi e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 10 viteve dhe 5.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar nën masën e arrestit shtëpiak dhe paraburgimit. Të akuzuarve Izet Sheshiri, Faton Vrajulli dhe Kadri Sheshiri ju vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotësishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqyrtuar. Ndërsa me aktvendim të veçantë, të akuzuarve Kadri Ibrahimi dhe Femi Bytyqi ju caktohet masa e paraburgimit deri në plotësishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqyrtuar. Sa i përket dënimeve me gjob, nëse të akuzuarat nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën, mund të se vendsojnë dënimin me gjob me dënim me burgim, ku një ditë burgim llogaritet në 20 euro gjob. Konfiskohen sasia e narkotikut, me shrasur rrohet edhe shkatrimi i saj. E po ashtu konfiskohen edhe mjetet që kanë lidhshmëri me veprën penale të kryer, të propozuar si në akt akusi dhe mjetet monetare të sekvestruara. Konfiskohet arma për cilën është shpallur fajtor i akuzuar Izet Sheshiri.